Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Shërbimi i qeverisë për punë të brendshme dhe të përgjithshme i Republikës Maqedonisë së Veriut kërkon falje për shpërndarjen e materialeve që e trajtojnë Kosovën si pjesë e Serbisë. Një shkresë zyrtare drejtuar ambasadës Kosovës shërbimi i qeverisë në Shkup e cilësoi rastin si një gabim teknik dhe ka njoftuar se materiali do të tërhiqet menjëherë nga përdorimi. Shqetësimi erdhi pasi materialet promovuese të shpërndara në përfaqësitë diplomatike ishte e premtuar një hartë ku Kosova paraqitej si pjesë e Serbisë. Materiali në fjalë i dërguar në disa ambasada ishte i shtypur vetëm në gjuhën maqedonase dhe i shoqëruar me një hartë shumë gjyshe të Europës. Shkupi zyrtar shpreh rezerva për planin e veprimit për pakicat që i ka dhënë Bullgaria. Ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski pretendon se mënyra e komunikimit është zhgënjyese. Sipas tij, ky plan veprimi nuk ka të bëjë me të drejtat e pakicës bullgare në vend, por me të drejtat e të gjitha pakicave. Për këtë arsye, ky dokument po përgatitet me ndihmën e ekspertëve të huaj, pasi sipas tij do të dalin detyrimet që Maqedonia do të duhet të zbatojë. Për Mucunski është i turpshëm qëndrimi i Bullgarisë ndaj gjuhës maqedonase. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut Timço Mucunski dënon incidentin ku një person thyen derën e ambasadës bullgare në Shkup. Ministria e Brendshme po i kushton vëmendje të madhe hetimit, por dua të theksoj se për ngjarjen ka një përgjigje institucionale të shpejtë dhe efikase, deklaroi ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut Timço Mucunski. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se është ndaluar personi që dëmtoi xhamin e derës hyrëse të ambasadës së Bullgarisë në Shkup. 54 vjeçari u ndalua në mesditën e së ënës në Shkup. Vjojnë hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Koordinatori i grupit parlamentar të vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Bekim Qoku, mohon se ka përplasje mes 4 drejtuesve të koalicionit. Liderët e vlenit aktualisht kanë një harmoni plot dhe kanë një komunikim jashtëzakonisht pozitiv dhe në frymën e konstruktivitetit. Ndonse pranon se ka mirë kuptim, Qoku tha se kanë vështirësi të zgjedhin një drejtues në rast se koalicioni shndrohet në një subjekt të vetëm politik. Mund të jetë një shpjegim që kalojnë aq mirë 4 liderët, saqë shpesh nuk e shohin edhe të arsyeshme për të gjetur më të mirin prej tyre. Edhe që është e vështirë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Shqipëri miratoi kërkesën për pajisjen me flet tip për mbledhjen e nënshkrimeve për zhvillimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e ligjit për barazinë gjinore. Kërkesa u paraqit nga grupi nismëtar për referendumin e përgjithshëm për çështjet e rëndësisë së veçantë, mbrojtje e familjes. Shqyrtimi i kësaj kërkese u shtyp për në seancën e radhës dhe u la kohë grupit nismëtar për qartësimin e çështjeve të rëndësisë së veçantë. Avokati Ergys Agazit, Max Haxhia, deklaron se klienti i tij ndodhet jashtë Shqipërisë. Para gjykatës, Haxhia pretendon se drejtësia po kërkon të dëmtoj klientin e tij pas një provë konkrete. Vetëm po të jetë një njerëz që do që t'i hedhin çelësin në det, mund t'i vijë të paraqitet në organet e drejtësisë. Kjo situatë bën që zbatimi i masës së sigurisë bën që ai të mos ketë më asnjë shans për të komunikuar me drejtësinë në bazë të drejtave të tij kushtetuese dhe procedurale. Avokati Haxhia deklaroi se pala mbrojtëse e Agazit ndodhet në një paralizë të plotë në kushtet njëteri informativ për sa i përket materialeve që përmban dosja e SPAK kundër tij. Erdha këtu në prokurorinë e posaçme për të kërkuar të më vijnë dispozicion ato materiale që janë vënë media. Njëkohësisht do të bëjmë di që nisur nga kjo prezencë në media dhe në publik të këtyre materialeve, ne i kemi bërë një letër institucioneve të larta të drejtësisë për të nxjerrë përgjegjësitë ndaj atyre personave të cilët e kanë për detyrë për të ruajtur këto informacione dhe që i kanë vënë në dispozicion të publikut. Ergys Agasi, në kuadër të veprimtarisë së grupit të strukturuar kriminal, dyshohet se ka konsumuar veprën penale, konkurrencë palishme përmes dhunës dhe ka detyruar përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse në tender atë hiqin dorë nga ankimimet për procedurat e caktuara të tenderimit, kësaj duke i hapur kompanive të paracaktuara për të cilat shqyrtimi i ankimimit mund të sillte të ndryshimin e renditjes së listës së fituesve, thuhet në njoftimin e SPAK. Shoqatat e gjyqtarëve në Shqipëri arrestuar kundër 2 projektligjeve të propozuara nga deputeti socialist Olsi Komiçi mbi disa korrigjime të reformës në drejtësi. Nisma ligjore e Komicit garanton pozicionet e kryetarëve të komanduar të gjykatave dhe prokurorëve, të cilët do të rinë në detyrë deri në fund të vitit 2028. Por shoqata kombëtare e gjyqtarëve del kundër këtij propozimi duke thënë se po shmanget gara për poste drejtuese në gjykata. Mëtej në reagim thuhet se me një dispozitë të tillë po tentohet të merret pushteti që kushtetuta i ka dhënë Këshillit të Lartë Gjyqësor me emërimin e kryetarëve të gjykatave. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kërkoi
rritjen e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit mbështetës në sistemin e drejtësisë si një kusht thelbësor për përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të saj. Në fjalën e mbajtur në konferencën Cilësia e drejtësisë në Shqipëri, Gonzato theksoi se drejtësia dhe sidomos dhënia efikase e drejtësisë është në thelb të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe përjedhoi një prioritet kyç i mandatit të tij. Është gjithashtu e qartë edhe që këto sfida tashmë kërkojnë veprime vendimtare nga të dyja këshillat. Para së gjithash, përmes rritjes së nivelit të personelit në të gjitha gjykatat. E thënë thjesht, na duhen më shumë gjyqtar, na duhen më shumë prokuror, të mbështetur nga një numër i mjaftueshëm këshilltarësh ligjor dhe asistentësh ligjor. Gonzato vuri në duke se ngarkesa e lartë me çështje dhe stoqjet e prapambetura për bën një sfidë serioze për gjyqtarët dhe prokurorët, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e vendimarrjes. Gjykata, duke patur të gjithë gjyqtarët në detyrë me një numër të mjaftueshëm asistentësh ligjor, funksionojnë më mirë. Dhe gjykata e lartë është shembull i qartë i kësaj çështje. Këshilltarët ligjor janë një element thelbësor për të garantuar cilësinë e drejtësisë. Kreu i gjykatës së lartë kërkoi që rritja e shpejtësisë për shqyrtimin e dosjeve të mos bëhet shkak për uljen e cilësisë së vendimarrjes. Gjatë konferencës kombëtare Cilësia e drejtësisë Sokol Sadushi nënvizoi se cilësia nuk matet vetëm me shpejtësinë e gjykimit apo uljen e ngarkesës së çështjeve, por mbi të gjitha me forcën e arsyetimit, qartësinë dhe me parashikueshmërinë e vendimarrjes. Kreu i gjykatës së lartë nënvizoi se drejtësia nuk mund të matet vetëm me numra. Cilësia e drejtësisë nuk matet vetëm me shpejtësinë e gjykimit apo uljen e ngarkesës së çështjeve, por mbi të gjitha me forcën e arsyetimit, qartësinë dhe me parashikueshmërinë e vendimarrjes. Shpejtësia është e rëndësishme, por shpejtësia pa arsyetim dhe pa koherencë kthehet në rrezik për sigurinë juridike. Ngarkesa dhe pravameta janë realitete që ne nuk i shmangim lehtë. Megjithatë, drejtësia nuk mund të matet vetëm me numra. Treguesit statistikor janë të dobishëm, por prova kryesore mbetet vendimi i arsyetuar, i kuptueshëm dhe i zbatueshëm. Tha kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Dëshmon para gjykatës në Prishtinë Ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, mbi Rozeta Hajdari rëndojnë dyshime për abuzime me rezervat shtetërore, duke quajtur procesin si tendencioz nga ana e prokurorisë. Ajo është palli veten krejtësisht pafajshme. Përkundër që unë ndihem krejtësisht e pafajshme, sepse një proces tendencioz nga Prokuroria Speciale e Kosovës, duke shkelur çdo procedurë ligjore, duke qenë në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore dhe ligjin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ka iniciuar këtë akt akuzë ndaj meje, por më rëndësishmja është të theksoj se Hajdari pretendon se kanë vepruar drejt me çështjen e rezervave shtetërore, por shkelje thotë se po bën Prokuroria Speciale. Tërësisht Prokuroria Speciale e Kosovës nuk po përfill ligjin dhe po vazhdon pa përfillur procedurat ligjore të ligjit për rezervën shtetërore dhe ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Ashtu si unë edhe mbrojtja ime jemi të bindur për këto veprime të paligjshme dhe këtë do ta dëshmojmë deri në fund të këtij procesi. Sociale. Ulja e temperaturave shton valën e re të gripit sezonal, rritet numri të prekurve nga virozat në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Nga qendra e mjekësisë familjare në Prishtinë thonë se gripi mund të ketë pasojë më serioze tek të moshuarit, fëmijët e vegjël dhe personat me imunitet të dobësuar, duke nënvizuar nevojën për masa parandaluese dhe vaksinim të ershëm. Mjekja në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, Vjollca Zeqiri paralajmëron se të gjithë grupmoshat janë të prekur nga ky grip, por më të ndjeshmit janë personat mbi 65 vjeç. Ata me probleme shëndetësore si dhe fëmijët deri në 8 vjeç, si pasaj vaksinimi mbetet masa më efektive për parandalimin e gripit. Deri më sot në Kosovë janë vaksinuar rreth 11.000 persona dhe procesi mund të vazhdojë deri në muajin prill dhe maj. Mjeku kardiolog Ermir Tafaj nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza paralajmëron personat e rrezikuar të tregojnë të kujdesshëm ndaj uljes së temperaturave. Ai thekson se temperaturat e ulta rrisin ngarkesën mbi zemër dhe mund të përkeqësojnë sëmundjet kardiake. Moti i ftohtë dhe temperaturat e ulta ndikojnë në vazokonstriksionin e arterëve koronare. Kemi dy kategori njerëzish, kemi kategorinë e njerëzve të cilët mjekohen paraprakisht për sëmundje të zemrës dhe pacientët e shëndetshëm. Nëse do i ndajmë në këto dy kategori, pacientët të cilët kanë probleme me enët e zemrës duhen me patjetër të jenë më të kujdesshëm në temperaturat e ulta. Që do thotë, duhet të marrin mjekimin në mënyrë të rregullt. Duhet të kenë të veshur disa shtresa. Këshilla është të merret rregullisht mjekimi dhe të shmanget ekspozimi zgjatur në të ftohtë për të mbrojtur shëndetin kardiovaskular.
një dhimbje shtrënguese, që ne i themi një dhimbje retrosternale, e cila mund përhapet majtas djathtas sternumit ose majtas djathtas gjoksit, që mund të marri krahun e majt ose të dy krahët njëkohësisht, ose mund përhapet shpeshherë edhe brapa shpatullave. Një dhimbje që zgjat disa minuta dhe pushon në momentin kur ne futemi ose në ambiente të ngrohta ose në momentin kur ndalojmë pjesën e efortit. Këto janë dhimbjet të cilat duhen konsideru dhe me thënë drejtën janë një alarm i kuq, një këmban alarmi që duhet me patjetër të na bëjnë që të shkojmë drejt mjekut. Mjeku pediatër Arbet Lamani nga qendra spitalore Nën Tereza këshillon prindërit se si duhet të veprojnë kur shfaqet simptomat dhe kur është e nevojshme të paraqiten në urgjencën spitalore. Aktualisht në sezonin ku jemi, problemet më të shpeshta janë problemet e infeksioneve virale që prekin kryesisht traktin respirator ose të frymarrës, që manifestimet janë me koll, temperaturë edhe më pas variojnë në varësi të gjendjes, mund të kemi edhe me marrje frymë ose situata më të rënda të cilët shtohen në spital. Mjeku Lama këshillon prindrit të konsultohen me mjekun dhe të shmangin përdorimin pa receta të antibiotikëve. Veç temperaturës me frisone që quhen dymiksore ose me ete në termin popullor, dhe që temperatura katapulton në mënyrë të menjëhershme me të dridhura me ndjesi ftohtë dhe shkon mbi 39 gradë dhe po afro. Atëherë ky është një rast që kërkon një asistencë spitalore të përkohshme në urgjencë ose në varësi të gjendjes, po në tutje e vlerëson mjeku që viziton. Në Maqedoninë e Veriut virusi më dominues është influenca H3N1. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Maria Andonovska, konfirmoi se Maqedonia është mbi përqindjen europiane me llojin e virusit të hepatitit B, por dhe se për momentin nuk ka shifra të sakta se sa persona janë prekur. Sipas saj, rreziku qëndron të përhapet ky virus tek të rriturit, të cilët nuk janë vaksinuar. Sa i përket virusit që është përhapur tek fëmijët, Andonovska tha se situatën e kanë nën kontroll. Klinika e fëmijëve në spitalin Nën Tereza paralajmërua se është rritur dukshëm numri fëmijëve në 3 javët e fundit të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore. Ministria e Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Instituti i Shëndetit Publik nënshkruan marrëveshjen për donacion nga Ministria e Shëndetësisë për 7500 vaksina kundër hepatitit B. Me këto sasi do të përfshihen 2500 punonjës shëndetësor me nga 3 doza vaksinimi për person. Vaksinimi do të realizohet në Institutin e Shëndetit Publik dhe në qendrat e shëndetit publik. Në kuadër të angazhimeve për një proces vaksinimi të thjeshtë, Ministria e Shëndetësisë ka përgatitur një modul elektronik për shprehjen e interesit për vaksinim, i cili është i disponueshëm në faqen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Institutit të Shëndetit Publik. Bota. Përshkallëzohet situata në Iran. Numri viktimave nga protestat ka kaluar mbi 2000. Mediat ndërkombëtare raportojnë se Irani do të ekzekutojë protestuesin e parë pas një sër arrestimesh të kryera pas protestave antiqeveritare. Organizatat e drejtave të njerëzit në Iran dhe Unioni Kombëtar për Demokraci thotë 26 vjeçari Erfan Soltani do të ekzekutohet. Sipas burimeve të cituara nga Iran Human Rights, familja e Soltanit është informuar se ai është dënuar me vdekje dhe se ekzekutimi është planifikuar për në 14 janar. Siç raportohet, detajet e çështjes nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur, pasi vendi është një ndërprerje të gjerë të komunikimeve. Bordi editorial i Iran International vlerësoi se të paktën 12.000 njerëz u vranë në shtypjen e dhunshme të protestave në Iran, të cilat sipas mediave në fjalë ndodhen kryesisht gjatë 2 netëve të radhazit të njëjtën dhe të premten, më 8 dhe 9 janar. Mediat e huaja shkruajnë se nëse këto shifra konfirmohen, kjo do të ishte masakra më e madhe në historinë moderne të Iranit. Bordi editorial i Iran International pretendon se ka shqyrtuar informacionin e marrë nga një burim pranë Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, 2 burime në zyrën presidenciale, raporte nga disa burime brenda korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe rrëfime të dëshmitarëve okular. Sipas informacionit të mbledhur nga Iran International, viktimat u vranë kryesisht nga forcat e korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe basi, shumë të vrarë ishin të rinë në moshën 30 vjeç. Bashkimi Evropian do të propozojë së shpejti sanksione të reja ndaj Iranit pas shtypjes së protestave nga regjimi Ayatollahut. Sipas mediave të huaja, lajmin e bëri të ditur presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, i cili bëri thirrje autoriteteve iraniane që të ndalin dhunën ndaj protestuesve. Ursula von der Leyen e përshkrua numrin e rritjes të vdekurve si tmerrues dhe se është udhëheqësia e fundit perëndimore që dënon përdorimin e tepërt të forcës dhe kufizimin e vazhdueshëm të lirisë në Iran.
Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dënon presionin e Iranit. Në një postim në rrjetin social X, Costa shkruan se regjimi iranian duhet të ndalojë veprimet e dhunshme ndaj popullit të tij. Ai thekson se Bashkimi Evropian qëndron në krah të qytetarëve iranian që kërkojnë të drejtat themelore, dinjitet dhe liri, shkruan presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.